Europa është mbërthyer në darën e të ftoftit siberian nga lindja në perëndim. Temperaturat e ulta dhe rreshtet e dendura të dëborës kanë shkaktuar probleme të mëdha në transportin ajror, detar dhe tokësor, ndërkohë që mbi 260 persona kanë humbur jetën si pasojë e kësaj situate. Meteorologët parashikojnë edhe disa ditë të tjera të vështira, me rreshtet e dendura dëbore dhe temperatura tejmase të ulta, deri nga mesi i javës në vijim. Ukraina është shteti me më shumë viktima, 122 në një javë, pjesa më e madhe e të cilëve ishin të pas tre. Autoritetet kanë ngritur me 10 qendra pritjeje që ofrojnë stre dhe ushqim për t'i mbijetuar temperaturave deri në -38 gradë Celsius. Në Poloni numri i viktimave ka shkuar në 45 vet, ndërkohë që temperaturat kanë zbritur deri në -27 gradë. Edhe Rumania po përjeton situatë të vështirë, ku 28 është numri të vdekurve nga të ftoftit. I ftofti siberian ka shkaktuar gjithashtu viktima edhe në Bosnjë, Letoni, Lituani, Estoni, Bullgari, Çeki, Itali, Sloveni, Francë, Austri dhe Greqi, raportojnë agjencitë e ndryshme botërore. Në kryeqytetin e Italisë, Rom, është regjistruar rekordi 25 vjetëve të fundit për sasinë e rresheve të dëborës, ndërsa uji në disa kanale në Venecia madje ka ngrirë. E rëndë është situata edhe në kryeqytetin e Bosnjës, Sarajev, një pjesë e madhe e rrugëve të cilit janë bllokuar, konfirmuan autoritetet vendase. Nga ana tjetër, aeroportet e Amsterdamit dhe Londrës, dy ndër më të mëdhenjtë e botës, kanë reduktuar me 30% fluturimet për shkak të temperaturave të ulta dhe rresheve të dëborës. Edhe Britania është përfshirë orët e fundit nga moti i keq pothuajse në të gjithë territorin e saj, ku trashësia e dëborës ka shkuar deri në 16 cm. Kësaj situate të vështirë është shtuar edhe reduktimi i furnizimit me gaz natyror nga Rusia për disa ditë, konfirmuan burime zyrtare nga giganti Gazprom. Edhe pse temperaturat e ulta në këtë periudhë të dimrit janë brenda normës, gjithsesi ka patur probleme edhe në Rusi.